Si gjithmonë me Metushin së bashku këtu, përshëndesim musafirin, Shqipe Vela, mirëmbrëma dhe mirë se erdhën në studion Radio Nigjes. Mirëmbrëma, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi për mua me qenë sonte me ju. Mirëmbrëma nga ana ime, sonte pra do të zhvillojmë një intervistë me Shqipen e Ziri Vela, e cila vjen në studion tonë për herë të parë, dhe do të kemi goxha, domethënë një shpjegim të mirë edhe për bagazhin e punëve të mira profesionale që ka bërë Shqipja dhe vazhdon t'i bëj, sidomos edhe për të mirën e shtetit tonë. Atëherë Shqipen e kemi një ndër njerëzit pra që është me përvojë shumë të madhe të punës, po të njëjtën kohë edhe ndër 10 gratë që është shumë interesant kur e kam lexuar spikatur, kjo është më shumë e Shqipnisë për shembull ajo pjesa, po ndër 10 gratë me ndikim më të madh, domethënë në fushën e asaj që punon ajo. Për çka qysh atëherë është këtu Shqipja dhe na tregon se kush është edhe çka bën. Po me tush e ka një shpjegim të bukur. Një shkrim të shkurtër derisa të filloj pas një intro, kur Shqipja do merr vet pasaj edhe shpjegime rreth edhe biografisë saj edhe arritjeve të saj, sepse ka shumë. Pra, nga ana jon, ne duhet të them dëgjuesve dhe shikuesve tanë që Shqipen e Ziri Vela ka mbi 20 vite përvojën me energji, qeverisje dhe luftën kundër korrupsionit. Një betejë goxha e fortë. Ajo punon si menaxhere programi në IT në Norvegji, ku udhëheq iniciativa globale për transparencën dhe llogaridhënien në menaxhimin e burimeve të naftës, gazit dhe mineraleve në më mbi 50 shtete. Kjo ishte ajo nga ana ime, kurse Shqipen e tash dëshirojmë për hir të dëgjuesve ata që na ndjekin, edhe do ta ndjekin, ky program i sonti do të mbetet, do të regjistrohet dhe të shpërndahet në rrjetet tona sociale. Mirë se erdhe pra edhe një herë në program, dëshirojmë të dijmë pak më tepër tani nga ana juaj. Faleminderit edhe një herë. Atëherë unë jam Shqipja, vi nga Prishtina. Tash jam duke punuar në këtë shoqatën e shteteve, e cila njihet si EITI apo iniciativa ndërkombëtare për transparencë në industrinë nxjerrëse. Industria nxjerrëse i referohet gazit, naftës edhe mineraleve. Më herët kam punuar, faktikisht karrierën e kam nisur si gazetare në Radio Televizionin e Kosovës dhe pastaj kam vazhduar me organizata të ndryshme zhvillimore, siç është organizata zhvillimore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, USA, që nuk ekziston më, pastaj me UNDP-n, UNICEF-in, organizatat e Kombeve të Bashkuara, me Bankën Botërore, pastaj një kohë kam punuar për Departamentin e Shtetit Amerikan, ku kam qenë e përfshirë në hartimin edhe zbatimin e programit më të madh që deri më sot në Kosovë në sektorin e energjisë, do të thotë në programin rreth 300 milion të organizatës që njihet si Millennium Challenge Corporation, themeluar nga Kongresi Amerikan. Paralelisht bëj punë vullnetare, jam edhe kryesuese dhe bashkëthemeluese e rrjetit Gratë në Energji dhe Minjera, që është një rrjet që ka tashmë rreth 100 anëtare të vajzave dhe grave jo vetëm prej Kosovës, prej Shqipërisë, Maqedonisë Veriut, pastaj prej atyre që jetojnë diasporë, si dhe bëj do të thotë mentorim të vajzave dhe grave prej vendeve të ndryshme siç është Sudani, Afrika e Jugut, Kenia e të tjerë. Edhe për fund jam edhe anëtare e organizatës Transparency International, ku do të luaj rolin e ekspertës për Kosovë, mirë po edhe për fusha specifike që e përfshin sektorin e energjisë dhe minjerave. Jo, çfarë bagazhi me thosh, unë dashur ta nis me shkujt, po e lash krejt. Me të vërtet pas ke qenë në shumë vende, shumë organizata ndryshme, edhe me këqyr njeri kështu hollë du të me po 70 vjetë gati për me pas me punu krejt të punë, mirë po kjo është ajo që angazhimi edhe energjia edhe ajo knaqësia e sidomos vullnetarizmi për shembull që e bën ato që punat e ditë që të shohin pak dritë si edhe Naimi që ka thonë. Kjo është ajo Shqipja për shembull që e shpjegon edhe Naimin në ato vargjet e vet. Shqipe tani ju jeni në Oslo, jeni këtu në Norvegji, nuk jeni larg edhe studios të radiolinjës, jemi në qytetin në qendër. Vazhdoni pra tiponi gjitha punët, gjithsesi i ceke për organizatën ku jeni. Do të thonë nga Norvegjia, nuk jeni ka brellni tash Kosovë, Norvegjia po kështu.
na tregoni rreth organizatës edhe një herë, domethënë ku ju jeni tash, ku punoni, pra dhe çka është e rëndësishme puna në këtë organizatë, që bani punë në realitet në nivel global, derisa i ceke disa edhe prej shteteve, ku përfshin edhe shumë shtete tjera, domethënë çfarë roli keni ju në këtë punë? Atëherë, do të thotë kjo organizat apo shoqata e shteteve, sekretariati ndërkombëtar është i bazuar këtu në Oslo, edhe është themeluar në vitin 2002 me iniciativë të ish-kryeministrit Tony Blair të Britanisë së Madhe, ku dhe janë bashkangjitur shtetet të ndryshme në atë kohë, si SBA-ja, Norvegjia dhe vendet të ndryshme të botës, të cilat do të thotë njihen për pasuritë minerale që i kanë, pasuritë do të thotë burime natyrore. Sot kemi rreth 55 shtete anëtare, cilat do të thotë janë nga Afrika, Azia, Amerika Latine e të tjerë, nga Evropa, faktikisht ose nga Ballkani Perëndimor, deri tash kemi vetëm Shqipërinë, dhe qëllimi kryesor i themelimit të organizatës ka qenë që është lindë do të thotë në bazë të shqetësimeve globale rreth keq menaxhimit, korrupsionit, mungesës transparencës në menaxhimin e këtyre burimeve natyrore, sidomos në shtetet të cilat do të njihen që janë shumë të pasura. Edhe qëllimi kryesor ka qenë që me u plasu kjo informatë, do të thotë që publiku me ditë, popullata me qenë e njoftuar rreth pasurive natyrore që i ka vendit të thotë ku jetojnë, njëkohësisht licencat cilat jipen për kompani private, mirë po edhe çfarë ndodh pastaj me këto mjete që grumbullohen ku shkojnë. Në këto 55 shtete është edhe Norvegjia, edhe është do të thotë një shembull i mirë, një prej shembullve më të avancuar se si do të thotë menaxhohen burimet natyrore. Do të thotë nuk kemi vetëm shtete të cilat kanë sfida në qeverisjen e mirë po edhe shtete si Norvegjia që janë do të thotë shembull i një demokracie të konsoliduar. Edhe roli im është unë menaxhoj portfolion e programeve, ku do të thotë ju japim mbështetje në secilin shtet. Ne kemi i referohemi si sekretariate kombëtare, të cilat janë funksionojnë një përzierje e institucioneve relevante qeveritare, shoqërisë civile edhe sektorit privat. Edhe është një mundësi shumë e mirë për me pa do të me qeni ekspozuar për krejt të shtete në mënyrën se si bëjnë politikat, hartimi legjislacionit, vendimarrja e të tjerë. Shumë interesant. Kjo, do me thonë, muj me thonë kështu për disa që me kuptu këto, është shumë vështirë, ndoshta, se këtu shumë sene ka që për me him detajlisht me kuptu për shkak, mirë po kështu më ju ka dhënë shumë thjesht, është diçka shumë mirë për neve. Thjesht për shkak për shqiptarët, sepse kjo nuk i kemi pas përpara në asnjë kohë, periudhave ndryshme, e tash është kjo që ndihmon edhe çel një farë autobani, muj me thonë kështu, ose autostrade për nesër, kur pranohet Kosova në organizatat aty ku duhet më pranu që po pritet, atëherë veç rruga është çel. Shqipja e rregullon punët, e hapi, rregullon dokumentacionit, krejt ato që duhet, edhe kështu që nuk kena problem pastaj me anisë edhe një 10 vjet më marr me ato. Po Shqipja edhe njerë që kjo EITI, inicialit e kësaj, çfarë do me thonë? Extractive Industries Transparency Initiative. Okay, thank you very much. Shumë interesant kohë. Edhe kjo shqip që bjen? Iniciativa për transparencë në industrinë nxjerrëse. Okej, e mësuam edhe këto, do me thonë, se kemi ditë, apshet, kjo është ajo që duhet. Ku një shtet bëhet anëtare te transparenca edhe tutje, ose EITI, çfarë përfitimesh merr konkretisht? Është mirë me cek që do të thotë antarësimi është vullnetar, interesimi duhet me ardhë prej shteteve, cilat kanë interes të antarësohen, dhe pastaj në momentin që antarësohen, pastaj do të thotë procesi tutje është obligativ, duhet të hapen të dhënat sa i përket licencave që janë të dhëna në sektorin minerar, veçanti, duhet të tregohet rreth do të thotë buxhetit cili mbledhet për këtyre licencave, ku shkon, si investohet, e të tjerë, mirë po përparësit në përgjithësi janë të mëdha, sepse
e para do të bësh antar i një grupi të shteteve nga mbar bota, ku mund të përfitosh edhe prej përvojës së tyre të ndash informata dhe të jesh në një tavolinë diskutimi ku merren vendime të rëndësishme sa i përket sektorit minerar. Mirë po edhe e dyta, ne kemi mbi 60 kompani nga mbar bota, kompani private, kompani të mëdha të sektorit të naftës, gazit apo burimeve natyrore të ndryshme, cilat pastaj e marrin këtë si indikacion pozitiv që ky vend është i dedikuar për me luftu korrupsionin, me pas më shumë transparencë, edhe si indikacion pozitiv që kompanitë e huaja të vinë edhe të investojnë në këtë vend. Mirë po e dyta është me rëndësi edhe që e krijon këtë dialogun në mes të aktorëve të ndryshëm. Është e domosdoshme që qeveria me themelu një grup punues ku përfaqësohet sektori privat, mirë po edhe shoqëria civile, në mënyrë që të jetë një proces gjithëpërfshirës, po edhe transparent. Shqipe sa i përket përvojës tuaj tani në atë aspektin profesional të punëve të menaxhimit të ndryshme me organizata pra në sektorin e energjisë dhe në luftën pra kundër korrupsionit, nëse sot Kosova do të ishte antare e kësaj organizate që ju e udhëheqni edhe ju në një pjesë e kësaj, cilat do të jenë ato avantazhet më kryesore për vendin tonë? Po, disa do thot prej benefiteve veç se i përmenda, mirë po në veçanti sa i përket Kosovës, ne e kemi një strategji të mirë të energjisë, është një strategji 10 vjeçare, tash veç se jemi do thot në gjysmën e zbatimit dhe është një strategji që shkon do thot rreth asaj që po njihet si tranzicioni i drejtë energjetik prej lëndëve djegëse fosile rreth një të ardhme gjelbërt ose të pastër. Njëkohësisht është edhe në hartim e sipër strategjia e re për minjera, edhe mendoj që është tamam momenti i duhur që këto do të thotë procese strategjike të integrojnë edhe standarde, siç është ky do të thotë standardi që e zbaton organizata, ku do të thotë të sigurohemi që politikat shoqërohen me mekanizma konkrete zbatimi të llogaridhënies. Do të thotë ti krahas si Kosovë, pastaj ke do të thotë edhe pos rritjes transparencës në këto sektore, bëhet edhe harmonizimi i politikave dhe legjislacionit me standarde të ndryshme, sidomos do të thotë këto standarde botëror apo global që ka dhe zbaton organizata. Pos do të thotë atyre standardeve për antarësimin e BE-s që i kemi obligative. Që ka dole, po mësoj ma mirë, ma shumë, ajo është me rëndësi për neve. Kjo pyetje ashme që vjen me siguri se Nita po na dëgjon qëtash edhe ka mu kënaq, se e kemi një ambasadore me siguri të shte e din se ko ne kemi, edhe ndoshta e një ambasadorin tonë, mirë po ma parasysh që kemi një ambasadore që me të vërtet bon punë shumë të madhe edhe të mirë, edhe e kemi edhe të shtëpisë, do me thonë të Radio Lindjes. Në Shqipe, ju jeni gjithashtu shumë e angazhuar vullnetarisht për fuqizimin e vajzave dhe grave në Kosovë. Mund të na tregoni për jetën që drejtoni gratë në energji dhe miniera, dhe çfarë bën ky jetë? Atëherë rjeti është do të javën që vjen ne festojmë 4 vjetorin e themelimit, është një rjet profesional, është kryekput në baza vullnetare, antarësimi si dhe dedikimi apo koha mundi që jepet prej rreth 100 antarëve që i kemi, prej Kosovës, Shqipërisë, prej vendeve të ndryshme, diaspor, nuk do të thotë që ti jesh domosdoshmërisht në Kosovë që të japësh kontributin, mirë po mund të bëhet në mënyra të ndryshme. I kemi disa shtylla që jemi fokusuar dhe pika kryesore ka qenë mungesa e përfaqësimit të grave në këto sektore. Nëse shikojmë me statistika, edhe pse nuk janë statistikat shumë të besueshme, sepse nuk e tregojnë realisht situatën terren, megjithatë Kosova do të ka një 9% që llogaritet është përfaqësimi i grave në sektorin e energjisë, megjithatë do të është përfaqësimi më i ulët në Ballkanin Perëndimor.
ndërsa kur e shikojmë në aspektin e përfaqësimit në sektorin minerar është shumë keq, është në licensat valide për momentin që janë të dhëna prej Komisionit për Minerale dhe Miniera, dikon 0.01% kështu diçka, është një përqindje shumë e vogël e pronësisë bizneseve prej grave. Pastaj do të thotë kur e shikon në aspektin e kekut që i kemi do të thotë korporata energjetike e Kosovës është dikon rreth 5%. Mirë po këto pozita zakonisht janë administrative, janë nëse shikojmë sektorin privat në menaxhim të projekteve, do thotë nuk kemi shumë përfaqësim, edhe është një diskrepancë e madhe me nivelin e vajzave që dëshirojnë me studiu këto sektore. Unë kam ligjëru në Universitet Amerikan 8 vjet në Prishtinë, edhe kam ligjëru bashkëlondën do thotë për sektorin e energjisë dhe të minierave, edhe çdo vit 60 deri në 70% të studentëve i kemi pasur vajza. E njëjta statistikë është me Universitetin Publik në Mitrovic, ku do të thotë është fakulteti specializuar për gjeoshkenca, që përfshin zehtarin, metalet, mineralet e të tjerë. Aty ki 65% janë vajza. Është shumë statistikë e mirë, inkurajuese, mirë po, kur i shikojmë statistikat në nivelin e magjistraturës për shembull në Universitetin Publik në Mitrovic, atëherë numri bjen në 18%. Do të thotë është një rënje drastike, e ky numër bjen hala edhe më shumë në momentin kur hyn treg të punës. Do të thotë barrierat janë të mëdha, edhe mas shumë t'i kanë bëjnë me stereotipe. Do të thotë në momentin që ti aplikon për një punë, atëherë më përpara jepet përparësi një burri se sa një gruaje, edhe pse kemi të bëjmë do të thotë me inxhiniere për shembull në fabrika të ndryshme. Kështu që rjeti bën punë të shumta, pos që e kemi këtë rolin e avokimit edhe rritjes së vizibilitetit të grave që kanë përvoja të ndryshme në këto sektore, bëjmë edhe shumë mentorim. Mentorimin e bëjmë falas për vajzat që studiojnë në universitete publike, private, i ndajmë përvojën tonë me to, i përgatisim për treg të punës, prej do thotë si përgatitet një CV, do thotë një shkrim, se si të përgatitesh për intervistë, cilat janë këto institucione, si do të me apliku, janë informata, do të thonë, cilat na i ndajmë në baza të rregullta, edhe pika e tretë është tashmë veç se na njohin, do të thotë kemi partneritet të mirë me institucione publike, me organizatat ndryshme ndërkombëtare, naftojnë kur themelon grupe punuese, siç është hartimi për strategjinë e energjisë, minierave e të tjerë. Kështu që roli është i shumëfisht, mirë po e kemi pa që ka bukur mbështetje të madhe, edhe tash gjatë punës kur mbjen me udhëtu, me taku njerëz të fushave të ndryshme, mirë po që ndoshta nuk kanë qenë asnjëherë në Kosovë, mirë po kanë dëgju për neve dhe tregojnë apo ju përcjellin për shembull në rrjetet sociale, na vjen shumë mirë që jeni kaq shumë aktive, edhe ka pas edhe raste të caktuara kur prej Shqipërisë apo Maqedonisë Veriut vetë gra profesioniste na janë çaste kanë thënë se si mund ta replikojmë këtë model edhe në shtetet tona. Cilat do të jenë ato sfidat që ju ishin të vajzat apo gratë tona në Kosovë, edhe në fusha tjera, sikurse është ajo STEM? STEM, po, në shkenca, teknologji, inxhinieri edhe matematik. Po, do të njëjtë si këtu përfshi edhe sektorin e energjisë, tash është, do të jo vetëm inxhinieria e aspektit energjisë, mirë po edhe politikat publike. Stereotipet prap gjinore, do të thonë vijnë prej familjes, kur bëhet pozicionimi apo shpreja interesit se në cilat fusha do të studiojnë, zakonisht inkurajohen të shkojnë në fusha të cilat tradicionalisht njihen më shumë ka përfaqësim të grave, siç është sektori i arsimit apo sektori i mjekësisë. Pastaj mungesa e këtyre modeleve apo si thonë role models, modeleve frymëzuese, po ashtu ka një rol negativ, nëse mund të them, nga se nëse kur i shikon krejt institucionet e sektorit të energjisë, nëse krejt drejtohen prej burrave, ajo ta jep jo drejt për drejt ta jep një mesazh që kjo pozitë ndoshta nuk është për ty, kjo punë ndoshta nuk është për ty. Edhe
mendoj që me punën që po bëjmë avokim, mirë po ka shumë punë për të bërë, ka shumë punë për të ecur përpara. Mirë po kemi pa që ka edhe do të thotë mbështetje prej aktorëve të ndryshëm, edhe një prej mbështetjeve më të mëdha është prej vetë Ministrisë së Arsimit. Në momentin që një vajzë vendos të studion cilën do fushë STEM në universitetin apo në universitetet publike që i kemi në Kosovë, atëherë ato automatikisht marrin bursa. Do të thotë është një lloj mbështetje për to, mirë po edhe për familjet kur zakonisht duhet të mbështesin fëmijët e tyre për të vazhduar studimet. Mbështetja nuk ka të bëjë në atë aspektin financiar. Po, në aspektin financiar, pastaj ka për shembull kompani të mëdha publike siç është Kosti për shembull, operatori transmisionit, ata e kanë programin e caktuar ku marrin për një vit ju sigurojnë praktik, do të vinë praktik, paguhen, e shohin tamam do të thotë se si bëhet puna brenda një institucion, pastaj që nesër në momentin kur aplikojnë për punë, do të thotë vetëm e kanë një bazë, e kanë një shtytje të mirë që mos dorëzohen dhe të vazhdojnë tutje. Shumë interesant. Shumë sene që ndoshta ne nuk i kemi ditë se nuk kemi qenë në këtë drejtim, për shembull, me ditë se çfarë po ndodh ose kush është STEM. STEM norvegjisht me siguri se e kemi mësuar çka është me votu. Tash kjo bibi ka shumë mirë për neve në Norvegji këtu. Kjo organizata STEM, domethënë. Shko voto. Jo, kjo është këtë tjetër shka, domethënë, e tregoj Shqipja me iniciali. Shumë interesant po na vjen Shqipëri këto sene që ndigojmë, edhe shumë mirë që je në Norvegji këtu. Na kështu pas shef normal që me konë Shqipja në Kosovë që hala me zhvillu këto sene, po ma mërmenen që e kilon dikon po shumë atje që pe vazhdojnë këtë punë tonë dhe atje që po punojnë, sepse ajo duhet, është shumë e nevojshme. Edhe kështu që ka dalë, pastaj afrohemi te ajo pjesa ku tash dhe po folim drejtat ose zhvillimi i grave e femrave sene, dhe kështu që ajo është me kohën, domethënë është ka ardhur koha që barazia është numër 1. Nuk mund me pas ky më i mirë, ai më i mirë, ky më shumë rrogë, ai më pak rrogë, s'ka lidhje, po a është gratë ajo burrat, s'ka lidhje. Nuk e kemi pas faktikisht vitin 2025, ne kemi pas shumë emisione me gra internacionale shqiptare që kanë arritë edhe jonë të arritë edhe jonë të bërë shumë sene të mëdha. Një prej atyre ka qenë e fundit Alketa, për shembull që kemi pas tu, prej Londrës, që është të bënë punë të madhe, dje ka qenë atje në New York edhe tash atje është të bëhë këtë njëjtin projekt që ka me bëhë të Norvegji. Shumë vajza e gra tjera, më së vajza edhe gratë normal. Atëhere, kjo pyetja tjetër është përfaqësimi i grave shqiptarëve në mekanizma shqiptarëve, që qytetarë sa mirë, në mekanizma dhe rrjetet ndërkombëtare të sektorit, kjo shumë tash që përbreng energjisë dhe mineraleve kohëve të fundit. Po, do të momenti kur e kemi themelu këtë rrjetin, aty edhe kemi fillu me identifiku vajza dhe gra që punojnë në sektorin, do të sektore që i mbulojmë ne, në vendet ndryshme të botës. Edhe ka ndodhur do thot për herë të parë jemi taku se nuk i kemi ndëgjuar më herët, po janë për shembull Valentina Dedi, e cila punon në Arabi Saudite, dhe është një prej ekspertëve të mirënjohura të fushës do thot në lindjen e mesme. Mirë po që më herët nuk kemi ndëgjuar për të. Ose është Stella Cani, është një shqiptare po ashtu, e cila edhe u nderua nga Komisioni Evropian vitin e kaluar për punën që e bën ajo, është edhe ligjëruese në Greqi. Do thot ka pastaj prej Kosovës Qëndresa Rugova, e cila ka themeluar vetë kompani, jeton në Gjenevë, do të tamën e përfshin sektorin e energjisë, politikë, bërjes e të tjerë. Edhe këtë mënyrë edhe kemi identifiku, po dhe jemi mundu me i plasu, dhe më thonë në rrjetet tona dhe me ju jap sa ma shumë vizibilitet që dhe tjerët të njihen që ne kemi potencial, po dhe definitivisht kemi edhe çka tregojmë se e dini do të thotë kur je jashtë vendit, barierat janë ende dhe më të mëdha, është shumë e vështirë me arrit një sukses, sidomos disa prej tyre do të thotë është
janë të arriturat e tyre janë të mahnitshme. Për këtë arsye mendoj që të thotë rjeti vetëse do të vazhdon të zgjerohet, mirë po nuk është domosdoshmërisht të jesh antar e rjetit në mënyrë që të tregojmë që kemi potencial, mirë po puna jonë është që të mundohemi të gjejmë sa më shumë shembuj të mirë, që t'i tregojmë gjeneratave të reja që kanë do të thotë ku të qasen, që mund të vinë tek ne, mund të shkruajnë një email, mund të shkruajnë një mesazh, ndodh shpesh kur të dërgojnë mesazh nuk i njoh, nuk i kam njoftë më herë edhe nuk kam arsye që mos të përgjigjem, të pyesin po dua të aplikoj për këtë punë, a më rekomandon për shkak se unë studioj në këtë fushë specifike, a më ndërlidhet, ose kërkojnë takim virtual, e diskutojnë mundësitë, ose kanë dëshirë të ndjekin trajnime, të pyesin a ke njohuri ku ka trajnime falas, ose sidomos trajnime falas që jepen online. Edhe kjo është krejt puna do të thotë që i ndani informatin që i ki. Edhe deri tash do të thotë po funksionon shumë mirë. Ju lumë Shqipës, di që atë ndryshe për shkak se këto punë kërkojnë edhe kohë edhe normal, sidomos pjesë e rjetit me punë vullnetare që i banë edhe për t'i ofru, motivu gjitha vajzat gratë tona shqiptare që t'jenë pjesë aktive edhe të kapin role kyçe në bizneset, më ndryshme duke përfshirë pra edhe këto ku jeni ju në rolet e energjisë dhe minerave. Po sa përket aktiviteteve tua dhe profesionale dhe gjithë këto viteve, neve kemi hulumtu me Alushin, kemi zbulu se Shqipja ka marrë disa dekorata Alush, ka marrë disa çmime të ndryshme, a kishe pas dëshirë t'i dim këta edhe për dëgjues shikues tanë, Shqipja dhe me thonë se në kur punohet edhe në altesh për blet, ose dekorohet puna, kështu që nuk kam betë edhe kjo ndashta bashkë ashtu, por kur në altesh dekorohesh apo vlerësohesh për një punë të bërë, motivohesh të vazhdosh më tepër. Objektiviteti është më aty. Po, definitivisht edhe është një kënaqësi, sidomos kur shet që vajzat edhe gratë shqiptare vlerësohen ndërkombëtarisht. Të thotë kam marrë çmim prej universitetit ku kam studiu studimet e magjistraturës, Universiteti i Yorkut, Gender Equality Champion apo kampione për barazi gjinore para 3 vjetëve. Pastaj në vitin 2004 jam vlerësu prej Agjencisë Ndërkombëtare për Energji, që është Meseli në Paris, edhe ngjarje do thotë është mbajtur në Brazil, për shembull vendin i cili nuk na njeh, edhe ka qenë një ndjenjë mirë kur ma kanë dërgu fotografinë që emri im për shembull është shfaq aty në ekran, një grup prej Kosovës faktikisht po vlerësohet, kemi qenë 2 vjet që jemi vlerësu për do thotë këto punën tonë që e bëjmë në avancimin jo vetëm rolit të grave, mirë po edhe në mentorimin e gjeneratave të reja. Vitin e kaluar, për vitin 2005, do të jam vlerësuar edhe prej agjencisë Reuters, ka qenë një grup prej 10 grave cilat të vinë nga vendet ndryshme, Kanadës, Holandës e tjerë, janë do të gra që punojnë në sektore, në kompani të mëdha të energjisë, edhe për mu ka qenë nder, po dhe njëkohësisht një krenari me pa që dikush të prej Kosovës, po është pjesë të kësaj liste, sepse thjesht po e rrisim vetdijen e tjerëve që edhe ne po bëjmë punë, edhe ne kemi potencial, edhe kemi çka të tregojmë. E cek edhe më herët në takimin në Brazil gjatë shpërndarjes së çmimit, ju të rastis takoheni me këto personalitetet ndryshme në kuadër të organizatave që janë anëtare të organizatës tuaj që nuk e kanë njohur Kosovën, edhe si ndjen apo si ndjeni në ato çaste, në ato momente? Po, në organizatën ku punoj, faktikisht prej kësaj pjesës tonë Ballkanit Perëndimor nuk kam pas ndonjëherë ndonjë punëtor, nga se thjesht fokusi ka qenë më shumë te këto shtetet që janë më të mëdha, që janë më të pasura me naftë, gaz edhe minerale. Andaj për ta është gjithçka e re, prej emrit tim Shqipe, për shembull, tash kam pasur një vizitë, sepse prej Ballkanit Perëndimor vetëm Shqipëria është anëtare. Edhe vizitat janë të rregullta, bëhen çdo vit kur bëhet vlerësimi për shembull i progresit të çdo shteti.
edhe janë një grup, njëra është prej Filipineve, dikush është prej Zambis, do të thotë një grup i përzierë i shteteve ndryshme, shkojnë vizitë edhe në momentin kur mbrinë në Shqipëri për herë të parë, shohin aty Shqipëria edhe i lidhin me njerë me emrin Shqipe. Edhe tek kur kthehen thonë, tash e kemi marrë vesh ka do të thotë atë në emrit, po. Kështu që është edhe një lloj kështu ngritje vetdijes për neve. Po nuk ka do të thotë shumë njohuri, dhe më vjen mirë që ka mundësinë që do të thotë t'ju jap informata rreth kulturës tonë, tash edhe shpejti po na afrohet edhe dita e pavarësisë, kështu që Gjithçka do të lidhet, është kjo një kënaqëri e madhe edhe shumë e posaçme për shqiptarët, kur i kemi ne si Shqipën në organizata të tilla, në organizata të noja, që ka të bëjë me shtetet domethënë që kanë përfshirje të mëdha domethënë në çdo aspekt, edhe pra në sektorin e minerave dhe energjisë, është neve na bën shumë krenar. Po ajo është ajo që ne si Radio Lindje domethënë është interesant kur i ftojmë këta njerëz, këta persona, këta individa, sidomos ata që janë në Skandinavi, tash e kemi dikon drejt për drejt prej Kosovës që ka ardhur në Skandinavi ose pikërisht në Norvegji këtu, edhe ja këtu e kemi Shqipën, pra edhe është mirë që ata që e kanë atë idenë, për shembull, ose a mundën me vazhdu, ose nuk e din veten ku me gjetë, sidomos për femrat edhe gratë, bëni kontakt me Shqipën edhe mundet ndoshta më ju qel një rrugë ose me një drejtim, ju tregu që me ardhë deri ajo pjesa sa i përket për shembull energjisë dhe minerave, se ka në krejt botën, e sidomos nëse doni në Grenland me punu, se mundesh më bëhet amerikan nesër. Nuk i dihet. Po mirë, për shembull në Shqipë ti këtu që punon je vetëm shqiptare prej Kosovës, do të thonë e përfaqëson Kosovën. Po. Kosovën. Unë jam në shtetësitë Kosovës. Më në shtetësitë Kosovës. E tash është në anglisht je duke komunikua, apo? Po, janë 5 gjuhë, që janë gjuhë zyrtare të organizatës, dhe po gjuha angleze, do të thotë është gjuha e cila praktikohet më shumë. Po tash në jetën kohë jetojmë mësuar norvegjisht normal. Dal nga dalë. Dal nga dalë, se ka dalë, sidomos Norvegji këtu, sa i përket energjisë dhe minerave, ka punë sa dush, se ekzistojnë shumë minera, e sidomos edhe energjia që e kemi, edhe e shpërndojnë. Shqipja do të ketë respekt më shumë që ose vazhdon anglisht. Se po shumë lokale pastaj atë në norvegjisht, dhe kështu që nuk profiton shumë për t'i dërgu Kosovës. Unë di qëllimi është që ta kemi edhe sa më shpejt Kosovën, edhe qeverinë, domethënë në orë tani që ta përkrajnë edhe Shqipën, edhe organizatën, edhe t'jenë pjesë, sepse antarësimi kudo po i nevojit e shtetit tonë. Po normal, po është problemi se nëse mos pëllyp Kosova për të Shqipës, hajde ktheu. A kupton, e tash mundet më kthy Shqipja atje, edhe ajo tjetra prej Abu Dhabia, ku ke ajo, për shembull, ajo në Gjeneve, se na u ka shpërndar shumë, a kupton. E krejt kjo gjenia që e kena. Po është pasuri, po gjenia jonë e Kosovës, për shembull, na ka dalë edhe tash, edhe unë ti jemi dalë, tash duhet më unë ti më kthy, unë me peshk ti me akullore, nuk ndihmon çaq shumë. Duam i pas këta njerëz, apo kupton këtu, këtë tru që e kemi, që me funksionu për shembull ke Shqiptaria, jo veç Kosova, po normal që kretë. Po më parasysh e dim që për kretë truje shqiptare, kretë këto vajzat që i përmendi, ose gratë që i përmendi Shqipja, këto janë faktikisht truni jonë. Në njëjtën kohë, në njëjtën moment, kur është e nevojshme, këto i kemi. Edhe atëherë veç duhet me ju pas e besimin e kemi, atëherë me ju jep duhet e lira, edhe vazhdo puno. E që ashtu zhvillomi. Adin tash pse mos me fol shtete tjera like in Albania or like in Kosovo, si na që thojmë like in Germany or like in, për shembull. Adin është kjo është ajo ky truni që e kena, se femrat e kena, përshë që po dalin çdo herë kemi fol që edhe gratë, edhe femrat që mos habita me thon veç femrat. Pak po bëjmë ajgare shqipe, po është më mirë me bëj ajgare sepse duhet me bëj ajgare me kësaj sene, se faktikisht edhe shumë ka realitet këtu. Po mirë, unë e kom edhe për fund një pyetje, po na po doja me ditë pak edhe më shumë për Shqipën. Shqipja e Prishtinës, apo? Edhe në fillim tha ki punu në televizion. Po. RTP. RTK, po, se në është RTP e kone vogël. RTK është mas Po. Çka ki punu aty?
Atëherë, punën e parë kam nisi gazetare, kam qenë hala në shkollë të mesme, kur kam fillu, ka qenë programi për 3. Pastaj kam vazhdu, ka qenë një emision për kinematografin, edhe në fund, 2 vjetë të fundit kam qenë rolin e producentës në një programi, për që është dediku televizionit, kështu që ka qenë një përvoj rreth 4 vjeçare. E po mirë, qysh po doge tash këtu me këtë radion tonë dhe me këta kolegë tash këtu që pishe? A kishe besu që ka radio ose diçka në Norvegji, shqiptare? Po, kanë tregu, do të kam dëgju për juve, më kanë tregu për radion, mirë po kjo është hera parë që po i vizitoj zyret e juaja, edhe faleminderit shumë do të thotë për punën që po bëni, për hapësinën që po jepni sidomos për do të thotë për tregu shembuj suksesi, sepse kjo është do të tregon edhe pastaj edhe inspirim për gjeneratat e reja që të ndjekin fusha të cilat shpesh ose thjesht nuk i kanë mendu të ndjekin. Do të thotë unë kom nisi punën si gazetare, edhe thjesht nuk është që sektori i energjisë ka qenë diçka që kom mendu që një ditë do të punoj. Thjesht ka ndodhur do të thotë disa vendime njëtë cilat më kanë sjellë këtu dhe thjesht për atë arsye mendoj që duhet të jepen do thotë qasja në informata mirë po edhe liria të zgjedhurit profesionit cili pëlqen personit. Shqipe ti ke studiu në Angli, në New York, a? Po. Edhe ke shotit shumë vendet botës, ke punu faktikisht shumë vendet botës, tregona diçka specifike për Norvegjin që po të lem përshtypje ose diçka që është interesant. Po, të thotë, puna e parë është kjo që e përmenda, trafiku, po më përshtypje. Puna e dytë është pastërtia, të thotë qyteti është shumë i pastër, mirë po, jo vetëm që mirë mbahet mirë, po edhe vetdia qytetarëve është shumë e lartë, po thjesht e dojnë do të thotë këtë pronën publike si me qenë e tyre, e është një fatkeqësi, do të thotë në Kosovë mënyrën se si ne e trajtojmë pronën publike, do të thotë momentin që ti del prej shtëpisë tënde nuk e konsideron më atë hapësirë që është e jotja, edhe thjesht ka do të thotë shumë mbeturina rrugës, pastaj në momentin kur ndodh diçka gjithmonë gishti drejtohet tek institucioneve përkatëse, do të thotë kompanive për pastrim, mirë po unë thjesht mendoj që problemi kryesor është mungesa e vetdijes secilit dhe thjesht kjo ndikon pastaj edhe në ndotjen e ambientit, do të thotë edhe duket keq në momentin kur ec rrugëve, që është që ka që ndotje të madhe, do të thotë mbeturina kudo, nosto do të thotë e kja pastërtin, e kja qetësinë kur ec, sheh që E po mirë, Shqipe, tash për fund cili do të ishte mesazhi juaj për vajzat, gratë edhe femrat që synojnë të ndërtojnë karrierën në sektorin e energjisë, minierave ose në fusha të tjera STEM. Po besoj që do thotë këtë diskutimin që e patëm, mirë po edhe shembuj të ndryshëm që i përmendëm e japin një sinjal pozitiv për ndryshim dhe thjesht sa do që i drejtohemi vajzave me mesazhe inkurajuese, mendoj që inkurajimi apo adresimi kryesor do të bëhet tek familjet, sepse do thotë aty nis faktikisht edhe diskriminimi që thjesht të mos kufizohen nga stereotipet, sepse siç janë fushat STEM, mirë po edhe energjia, edhe miniera, kanë nevojë për perspektiva, kanë nevojë për profesionalizëm, kanë nevojë për fuqi punëtore, sot më shumë se kur, edhe është mirë që mos të hezitojnë të kontaktojnë persona që kanë përvojë në këto fusha, të kërkojnë mentor apo mentore. Shpesh mund të ndodhë që edhe njerëz nuk përgjigjen, mund mos me pas kohë ose thjesht nuk kanë interes, mirë po dikush del që tregon interesim, ta zgjat dorën, e ndan informatën me ty, të ofron këshilla për karrierë, edhe për këtë arsye edhe shoqata apo rjeti ynë profesional i ka gjithmonë dyert e hapura për vajzat e reja që kërkojnë ndihmë apo edhe për gratë profesioniste që dëshirojnë me qenë pjesë apo thjesht me jap kontributin e tyre. Kështu që unë do të prej asaj që kam pa deri sot,
Definitivisht mund të them që potenciali ekziston. Mirë po mbështetja edhe politika gjithëpërfshirëse janë do të thotë çelësi që gjithë kjo punë që po bëjmë të ketë sukses. Faleminderit shumë, me të vërtetë kënaqësi ta kemi Shqipën këtu. Kjo është hera e parë që kemi Shqipën, nuk është e fundit, do ta kemi edhe shumë herave tjera, edhe do të bisedojmë, do të bëjmë edhe ndoshta një podcast që ju me hi ma fell këto punë Shqipja që i punon, edhe që i bën, edhe për juve por më inspiru për shembull edhe më motivu për të ardhmen për jo vetëm për gjeni infermore, po edhe për gjithë neve mashkullore, krejt që ka për shembull, edhe ajo që e kemi radion ta shfrytëzojmë, pse jo. Shqipe, faleminderit shumë që erdhe sonte, edhe faleminderit që jeni në Norvegji këtu, po na zbardh fytyrën, po na bën të mburën, edhe me ecë me kokë lart, a kuptosh? Faleminderit pra nga ana ime, ishte kënaqësi ty e kemi sonte në emision këtu me gjithë dëgjues, ata shikues, ata që do ta përcjellim pasaj gjithë këtë intervistë tonën, pasi që Alushi e kompleton pak e bën pak ma të bukur, ma kështu kapse për syrin, po dhe përveç se do të ndëgjoj mirë se që ka folë sonte Shqipa me neve këto dhe për juve, për gjithë shqiptarët kudo që janë, sidomos për femrat gratë tona shqiptare që të aktivizohen, motivohen edhe ma tepër rreth menaxhimit për ato kompanive të ndryshme, pa marrë parasysh se ka të bëjë me energji apo edhe me diçka tjetër, sidomos edhe ajo që ndoshta nuk folëm shumë, puna e korrupsionit, sidomos në këto organizata të ndryshme që ne duhet bëjmë antar, që ta shohin atë anën pozitive, anën e bardhë tonë shqiptarëve se e kemi. Nuk kemi edhe aq, domethënë që nuk dojmë të punojmë me transparencë, nuk dojmë të punojmë për shtetin tonë, por janë disa sene diskriminuese që na largojnë nga realiteti. Për atë kemi Shqipën, e kemi edhe rjetin e tyre për të grave shqiptare këtu në Kosovë, që mund të ndihmon sidomos shtetin për të shkuar e para, të ndarësohet aty ku është mundësia, dhe ku është puna më e mirë për shtetin. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe një herë. Ishte kënaqësi. Në çdo hap, në çdo frymarrje, radio rilindja është gjithmonë pranë jush, me melodi të përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashkë, radio